për konstituimin e kuvendit. Sigurisht që kemi parë iniciativa të ndryshme, por cili është qëndrimi juaj qoftë si deputete e Partisë Demokratike të Kosovës apo edhe i partisë? Faleminderit shumë, dini që sot është seanca e 19 me radhë, unë nuk shoh që do të ketë ndryshim, e para nuk ka vullnet politik për të ndryshuar kandidatën, e cila për të 19 herë unë besoj që epilogu do të jetë i njëjtë. Fatkeqësisht Kosova po e kalon muajin e tretë të bllokimit dhe krizës institucionale, e natyrisht përgjegjësinë duhet ta marrin ata të cilët nuk tregojnë asnjë hap të vetëm që ta tejkalojnë këtë situatë në gështit politik. Partia Demokratike e Kosovës ju e dini që ka qenë e hapur që të ulet, të diskutoj dhe të shoh mundësinë se si mund të tejkalohet situata e krijuar, paçka se ne kemi një grup parlamentari i cili është i barikaduar një kandidate të vetme dhe natyrisht fati i Kosovës ka mbetur në mëshirën e kandidatës e cila nuk e dia do të jetë ende kandidate apo mbase pas disa tentativave zonja Haxhiu vet duhet të shoh mundësinë që të largohet nga kandidatura. Zonja Deliu është thënë në detyrë saqë minimalisht PDK-ja duhet të qëndrojë në opozitë edhe një mandat. Çu komentoni këtë deklaratë? sepse me zor tha që kemi heq nga pushteti. Para së gjithash unë nuk do t'i komentoj deklaratat e kryeministrit, është përkeqardhje që kryeministri tek kaq kohë të gjatë pas përfundimit të zgjedhjeve zgjodhi që të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve dhe të jetë një medium, në këtë rast mediumin publik, foli shumë edhe për sulmet ndaj mediave dhe ishte etiketa e njëjtë, propaganda e njëjtë dhe qasja e njëjtë me të cilën zoti Kurti flet para opinionit publik. Tash sa kohë të gjatë nuk do t'i komentoj deklaratat e tij sepse në fund përgjegjësia për t'i hapur rrugë perspektivës dhe zhvillimit të Kosovës varet nga koalicioni që ka fituar numrin më të madh të mandateve. Para se të flas për PDK-n, zoti Kurti duhet të reflektoj e t'i hap rrugë zhbllokadës 3 mujore në të cilën ka hyrë Kosova dhe krizës me çmimin e energjisë elektrike, me bizneset cilat nga 1 qershori do të kenë tarifa të reja të energjisë elektrike, në pamundësi që të flas për këto tema që preokupojnë qytetarët, zoti Kurti merr hapësirën e televizionit publik për të vënë etiketa mbi parti tjera, ndërkohë që fajin e ka ai dhe koalicioni që ka marrë numrin më të madh të mandateve. Duhet të testohet